Lillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Na pra vëllezër, kena mërrijet e Kitabus Salah, apo të kaptina e namazit. Edhe për namazit e thirrëm hoxhën e nderuar Irfan Apazit, që me na shpjegu punën e namazit. Sot inshallah kena me fol për një kaptin tjetër, e cila kaptin është mosfalja e namazit. Do thot për me fal namazin e kuptuar. Ato që namazit do thot na u ka bën obligim dhe që Allahu dhul Xhelal këtë namaz do thot e ka bën farzën qiell edhe shumë gjëra tjera të cilat i foli do thot hoxha këto. Sot pra kena me fol për mosfaljen e namazit. Çka do të thonë nëse nuk e fal namazin? Besimtari islam i cili i plotson kushtet e namazit, asnjëherë në asnjë mënyrë nuk mund të justifikojë mosfaljen e namazit. Që kjo fjala justifikim është pak si shqip, s'pedia për me një vesh e se na këto ka të njëherë do fjallë, së një kuptojnë a bashmirë. Justifikim është dhe me gjithë dhe një arsye. Jo s'kam abdes, jo teshat i kam përdime, jo ja të marrë ftaf shumë, jo jam i lodhë, jo 100.000 arsye shka i këna na. Dhe thot që ka është ajë justifikimi. Pa marrë parasysh se çfarë gjendje je, qysh je, shka je, tek je, dhe thot duhesh me fal namazin. S'mundesh do thot asnjëherë me thonë vallaj, s'po muj me fal namaz. Ka do thot raste kur ban mos me fal namazin, ama nëse je do thot saksalem edhe saklam kamenja, do thot nuk mundesh mos me fal namazin. Allahu xhaleshan në Kur'anin famullar thot: "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum min al-musallin." Vazhdon ajeti, po lem nuk i të miskin edhe gjana tjera, ama kryesorja çka është, kur dalme për para Allahut Xhelal, edhe ti veta në xhehenem lit, apëta, shka kebe sebeb që ju kini ardhur në xhehenem, është i xhehenem e ka imë në sakar, apëta, shka kini ardhur këto, shka ka me thonë, lem nekun minel musallin. Nuk i na kanë për që të një njerëzve që ka falen namazën. Dhe me ke sebeb kryesor për me hinë gjehenem shka mos falja namazën. Bile disa djetarë thojnë nuk ka gjuna matë madhë si për faqen e tokës se sa mos me fal namazën. A se fal namazën, po, shka dush banë. Ato qerat janë më kur gjëheqë. Ama mos falja e namazit është mëkati ma i madh si për faqen e tokës. Edhe sebeb për mos me hije në xhehenem, koka do thot mos falja e namazit. Pse sa Allahu Xhelal po thot: "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum min al-musallin." Çka sebeb që keni ardhur në xhehenem? Wallahi s'na kanë pjatë në çka falën namaz. Po ashtu në surën Al-Maun Allahu Xhelashanu thot: "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Këta e dina përmen shkejt. Arajt e ledhi ju këtë bubidin, fedhalik e ledhi jadol jetim, shka për lezojnë a shpeshet të ravi, këto është një ajet. Fawailul lil musallin, vaj, shumë vaj madh, për ata shka nuk falin namaz. Alladhina hum an salatihim sahun, ata të cilët e harrojnë namazin e vetë. E harrojnë namazin e vetë. Pra, mirë është për ata që falin, për të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Janë të pakujdesshëm. E qëta i kjo, a e rogë mës me fal namazin, a e rogë me fal namazin, po veç që ke falë që ke le shko, këtu ka dy mendime. A e kemi qanë. Do thot, këtu vaj është për ka, për ato që ka falin namaz.
për ato shka s'falin, s'bohën ma beta me të. Po jo, për ato shka falin, vaj për ata. Po për ato shka nuk falin, s'ka vaj. Aja dhe thët, halo ma keq. Po inshallah, jemi të e grupa shka e kanë dadë më ke që kush falin dhe kush falin. Jo për ato shka falin, se është halo ma fel kjo mesele, s'po dujna me hi ati. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, qëtaj, inshallah, që dersi se ngojnë shumë njerëzi për jashtë, se kja ders vesh për njerëzit gjamiës, nuk ka ders për jashtë gjamiës. Se thojnë hoxha ku a bon budal keti, a mresh. Men tereke salate mektubeten mutaammideten fekad burjet minhu dhimmetullah. Allah. Kush e len namazin të obliguar me qëllim. Shka të me thonë të obliguar? Kena na namaz farz, edhe kena namaz sunet, edhe kena namaz nafili. A qështu? Dhe thotë përbajnë jetë me falë farz të drekës. Ose përbajnë jetë me falë sunet të drekës. Ose përbajnë jetë me falën taravijën, ose namaz natë, ose shka dush, nafili për që më shkashtë. Këtu për thotë, kush e len një namaz të obliguar me qëllim, farzin, ha? Allahu Gjeleshanu dhe pejgamberi alayhi salam kanë ngritur dorë nga ki, gaj, dhe thëtë. Si mës ta fash namazin, s'ki bes. Pi Allahit dhe pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur për shembull, tu kanë zënë kryer, ke dale ke vradi kanë, pa. Edhe qëtaj, si të vrasë shka, në të vrasin halki. Ama ti qëtaj po ki qefë që mës me të vrati. Së përnej në stopim sheft. Se zakonisht njëri ku ta vret dikan shka ban, më shefët. Ha? E atëherë masin shka, vjen dikush e shka një thotë, valla ju kanë zëjt gjaki, sa kanë mirë të rezi, ku e di shka të ndamon të muhabet e plët, edhe masin e ki i vrami, i jep bes. A qështu? Edhe kur jep ki bes, ki masin delë që ditën rahat. Pse se i ka dhonë bes që s'ka më dalë me të vrami, të këthjeti filan ditën, ose të filan sahatin. E njëjta është që kjo. Nëse, dhe thot ti, nuk e falë namazin, e ke hu besën me Allahin e me pejgamberin. Mos thuj ti nesër vallai unë jam xhenetli. Ai xhenetli ashka e Zoti e din mas miri. Ama besë nuk i. Allah e ka rahmetin e madh, ama atë ka plan ty me atë rahmetin e vetë nuk ka plan, nuk e di në ati. S'kena argument. Ana në fillim, çka tham? Nëse don me fol për fejen, do të me pas 4 argumenta. Kur'anin, Sunetin, Ijma'in edhe Kiasin. Shtaj ti me Kur'an s'ki, me Sunet nuk ki, me Ijma nuk ki, me Kias nuk ki, e po ku po do në më majtë me? S'ki as një kasht ku më majtë, dhe me ke që je i kurtalist një kësaj pune. Dhe thot namazit nuk e falë, s'ki i bes të Allah, as të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pashtu pejgamberi alayhis salam thot, dallimi mes nesh dhe atyre e ka vënon klapa hipokritëve, është namazi. E kush e len pa e falur, ka bërë kufr. Dhe thot që kja është pi hadithave shumë të forë, el ahdu bejnëna o bejnëhum, e salah. Fëmen të rekaha, fëkat kefer. Qështu është teksti arabisht. Si ki e ka përmenë këtu veç, dhe thot shqip e ka përmenë këta. Ama teksti është qështu, që të hadith e transmiton edhe Buhariu edhe Muslimi, edhe shumë libra qera. Besa mes neve edhe qafirave, cila është falja namaz. Ama kush e len namazin, s'ka besë. Dhe thot është pa besë. Për para Allah dhe për para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rreth braktisjes së namazit, dietar islam duke u bazuar në argumentet bazë të islamit
kanë dhënë mendime të ndryshme si vijon. Dhe thot, që kanë folë djetarët islam për qatë njeri që ka së falë namaz, kanë folën në dy sene. Shumë me rëndësi. Qëtaj na e na të folë për mezhebin Hanefi, të mirë më vesh. Qëtaj që ka përdu me folë qëta, kjo është me mezhebin Hanefi. Kusht nuk e falë namazin, duke asgjësuar dhe refuzuar ata si obligim, si pas konsensusit islam, konsiderohet qafir. A e bërë beshë? Që dhe me thonë, kusht nuk e falë namazin, duke asgjësuar, duke thonë dhe peke, a be sa kur gjonki. Vesh me thigojt, me hub vakt, ku e di shka thoi, plët ka njerëz që ka thoi, sa kur gjonki, me hub vakt dhe me thigojt, dhe duke thonë, ja be sa as farza, se në as kur gjonki, si ki tim shkupi, shka e keni ngu, shka thot, ku ka në Kur'an, shka polin këtë gjona, e refuzon do thot si obligim namazin si pas konsensusit islam. Çka do të thonë si pas konsensusit islam? Si pas mendimit të krejtëve dietarëve, si pas ixhmait. Ixhma do të thonë fjala e krejtëve ulemave. Krejtëve ulemave janë mbledhur këtij mendimit që njeri ku ka shka qafir. Naudhu billah. Do thot kufri o vëllezër nuk ka brina. Po kufri është zemër. Nëse ti e refuzon një sen që ka Allahu të gjilal e ka fol me Kur'an, edhe hadithi për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka fol, edhe krejt dietarët islam janë të bu, edhe njerëzit me logjik i kanë vërtetu, ti thua nuk ka kur gjon, naudhu billah, ti i bo qafir. Apëta ke dalë për dinit islam, Allah i në rrujti. Dhe tek aj aplikohen të gjitha regullat e mortedit. Çka më thonë? Aplikohen regullat e mortedit. Mortedi kush është? Njeri i cili ka dalë për fejës. Njeri që ka dalë për fejës është njësoj qafir. Qafiri ku dek, ku vërrosën? A vërroset të vorët e muslimane dhe të vorët e shkive? Po, të vorët e shkive. Që na, i kena vorët këto në butel. Ama i ke po që janë ndome vorët e muslimane edhe vorët e shkive. Edhe vorët e qifutve. Dhe thot, mas pariher nuk vorroset të vorët e muslimane, po vorroset të vorët e shkive. Pse se e ka refuzue namazin, naudhu billah. Ka thonë jo, besa kur gjon kjo. E një njeri i cili vjen edhe thot namazin sa kur gjon me fjallën e ketëve dietarë islam që janë qafir. Naudhu billah. Inshallah Zoti na ruan biteve. Kjo është e para. Kjo është si pas mendimit kujna? Si pas mendimit të Hanefive. E dyta shka është? Nëse braktis namazin nga përtatësia. Që dhe më thonë? Që ki njeri dhe thot nuk për refuzon namazin, nuk për thot që nuk ka kur gjonë, nuk për thot veç me thigojnë, nuk për thot ku bje kohës. Po, shka, valla po përtoj më falë. Falë, jo, unë e falë në ma vonë. A i ke po plët njerë që shka thojnë? Falë, që falë në unë e ma vonë. A i shfalë të heqja për këtë, po, bile, elhamdulillah, namazin e shetë që ashtë si shtyllë islame, nuk e refuzon. Po qka ato pritu e rifis, s'po ka vakt më falë që, ose kujtë ju në shka ka dhe një arsyje, Zoti ja falë të atina, po s'paku nuk e refuzon. Thot, bile ju falë, apëtë nëse ta kalzon kible që këne ashtë, ose ti ta bjetë se qadë, ti bjetë të spit kejtë, ama me tjerë nuk i në safat e. Që ki njerë shka është, atëherë hukmi për atë që e le namazin është varësisht nga mendimi e dietarëve islam, por si pas atyre të mëdhebit Hanefi, ai që e len namazin nga përtatësia konsiderohet fasik. Dhe thot kje pas ka një derezje pak,
pak ma të leta këtë fasik, nuk ka qafet në udhë billah. Dhe thot ki, ku ka gjënaqar, shumë gjënaqar i madh, shumë gjënaqar i madh. Ati i vihen sankcionet, dhe thot, me konë që ka shtet islam, po s'ka shtet islam. Apo të na këto i na të jetu në shtet jo islam. Edhe na jemi musliman për vetë dëshirës, falmi për vetë dëshirës, jo që kemi dhe thot polici për mi kryje, a fale, aso fale, është shka bënë ti, po për vetë dëshirës. Ama me konë që ka shtet islam, qka ki njeri burgosët. Me orët shtinë në burg. Te risone në burg, te këti sa t'ju hekët dhe bellëki për të atësia. Po me konë që t'ju hekët iqë, vdekën burki, do zhivotën. Me islam, do zhivotën, duhet me hinë burg kush, jo qaj shka vret njeri, po qaj shka priton më falë. Priton, jo e refuzon, po veç ka priton më falë, se qaj shka e refuzon, pra ta fishekit pa dhe që statës, ka punat i shumë e shumë. A i kemi qartë, dhe thëtë, shëriat islam të punë i regullon shumë, ka dhaj, as falë që a hajde se ka venë bëhë me të bëhë së gjurë, këpëtën për me të hangë qenë. Ama me konë që priton më falë, atëherë, kira më shirë pak ma shumë, ti dush në burg me nejtë, so kemi nejtë do zhivatë, te këti jetë sa të vedisohës, e ku të vedisohët, kja njështë më falë, hektë për burgin. Kjo është si pas me zhebit, Hanefi, nëse vdes, për në vaki vdes, ki në burg shka, i falet namazi i gjenasë. Pse se kise ka refuzu namazin, dhe thë të fasi ka thonë, po me refuzu se ka refuzu. E këti njerit dhe thë të ju lahët gjenazja, edhe ju falet namazi, edhe varroset të vorët e muslimanve. Varroset të vorët e muslimanve. A i kemi qartë këtë punë? Allah ishë përbledhë këtë hoxën, i ka vlu një fusnot këtu, 49. Edhe i ka spikuën fusnot mendimin edhe djetarëve tjerë. A di se të na, thëjnë Hanefi shumë zërë për më kona, për të në, ka halo ma zërë. Allah ishë përbledhë që ka i ka shkujtë këtë fusnotën, shka thëtë këtë? Si pas Hambelive, ato të certit që ka në shumë, Hambelit, ai që e le namazin me përcatësi konsiderohet qafir. Të Hambelit nuk ka, ai kilon me qëllim, ai kilon me bindje, apo e kilon me demillë. Jo, s'ka shumë mendim ati. A e falë, po, a se falë? Se falë. Me njëherë qafir, në udhë billah. Të thëtë, si pas Hambelive, ai që e le namazin me përtatësi konsiderohet shka qafir murted. Ashtë e qarë që kjo. Ky njeri mbytet, e kufoma e ti nuk pastrohet, nuk bështillet me qefin dhe nuk varroset në varrezat e muslimanëve. Kjo mendimi i kujna Hambelive. Dhe thot, një njerë, a në falë namaz, po, hinë ati, pëse se falit ti, a pritove, as pritove, a refuzan, as refuzan. Fshien që të njerë, si s'ko ka ki në rejnin tonë. Se në rejnin e muslimanëve, ja falë namaz, ja s'falë. Dhe thot, si të falë që jepi muslimanë, s'falë, si jepi muslimanë, hajde, hecë. Si pas Shafive dhe Malikive, që ta e mendim pak, ma i leti pak, si pas Shafive dhe Malikive, personi i cili e len namazin nga përtatësia, kërkohet nga ai që të pendohet. Dhe thot, mas për herë, sonjë të jena për bjen, ti bistikvar këse e puna? Jo. Si ti bjen ti bistikvar, atërë mirë. Po si mës ti bjen, edhe këto e vrasin, mirë herë. Këto si shtinë burkë, edhe këto e vrasin. E nëse e refuzon, atëherë mbytet, por jo me motiv të kufrit. Dhe thot, smitën dhe me kësi qafirë. Se qafirë bëhot në udhbila kër e refuzon namazin. Ama nëse nuk e refuzon, po veç se falë për tatësis, te Malikit dhe të Shafit, apet mytë. Njësoj, si të Hambelit, veç ka nuk i logaritit si qafirë, po e logaritit si musliman.
E se ta llogaritë si musliman shka do të më la xhenazja, do të më qevenos, edhe do të më varros te varrezat e muslimanëve. Kjo do thotë sipas mendimit të Malikive edhe Shafive. A e kemi qartë çta? Inshallah, soti nuk na i zë përkusu, po me konë që ka shëriat islam, ku e pas me rrheni, disa do të mi likvidu, gjysë në mishtin burë, po inshallah zotin e falë gjënahat, Këtu thot kushtet e obligueshmërisë së namazit. E shtahi, pra, do të me ditë kush e falë namazin dhe kush e falë namazin. Kushtet e obligueshmërisë namazit, s'ko kanë shumë, tre kushte ko kanë për. A jeti për me falë namazin, apo si e për të me falë namazin. I pari kush ka është të jetë musliman. A je musliman asi? S'ka shumë ma betë, po Allah jam musliman, po ma si je musliman, dush me falë namazin. Jo si jam musliman, po si je musliman, pro me shkimit. Kushti parë çka ka, më konë musliman. Kushti dy çka është, të jetë në aspektin psiqik i shëndosh. A e kemi qarë? E ke po në ma halë këto në disave, si avnojna shumë e shumë veshë. Pse? S'ka me në gjënoja këta. Edhe kush ishe, jashtë lënu. Pse? Gjysë njeri. Nuk ka njeri ta manë, pa është gjysë njeri. Kushti parë shka koga? Më konë musliman. Kushti dytë, me menë më konë ta manë. Edhe kushti i tretë, të jetë i moshës madhore. Tash për shemën, na s'kena shka mujtë me këtë fëmijën e vogël. Se halaki i vogël ashtë të pëtër. Hala si ka ndalë në mësteqin. Hala si ka ndalë asë mjekra. Ama si t'ja njësë mi u trash zoni, e si t'ja njësë mi dalë në mësteqin, të janë shenjat shkajt, pubertet. Pubertetin islam nuk ashtë me plus 8 majtë. Se na i në mësue plus 8 majtë dhe me ke për tritur. Minus 8 majtë nuk kam për tritur. Jo, me islamin plus 8 metë nuk kam, po plus varësish për veni, dikon 3 metë, dikon 4 metë, dikon 5 metë, varësish është veni nxehtë, veni i ftoftë. Ama islami si ka kallëzu vjetë, po i ka kallëzu e shenja. E shenja çka janë? Shenja tashmë të trash zone, me dalë, mësteqit, a më rështë të janë shenja. Ndësa, te gradë, shenjat e pubertetit, e përmendëm çka është, hajzi, apo nifasi. Si t'hin femna dhe thot me pas për mëjoret, ka hi mon bilik, ashtë dhe thot e bashritur. A i ki këto tresene, po, e pas ke për obligim me falë namazin, musliman, ke dëshmu t'i vetë, po, edhe me menje, po, edhe i bashritur je, po, atër e dosh, pra, më konë për atë në shka e falë namazin, je më konë për atë në shka, thu vallaj, hala s'kum hin bilik, ose nuk jam sot me men të amantik fjallë, ose valla sot s'jam musliman, s'ka. Pra të syje se ja ki men, ja s'ki, ja je musliman, ja si je musliman, ja je moshritur, ja si je moshritur. Që të tresejnë janë, shka do t'pi pas, dhe thot muslimani. Tash, po kalojna të një dispozit tjetër. Para se me falë namazin, shka do t'me bo? Do të me thirë zonë, edhe do të me bojnë kametin. E kena me folë për dispozitat e zonë. A mos e në mëzim, ka vakte a pak, inshallah. Shprehja e zanë, në kuptimin gjuhësor, do të thot informim. E zanë, edhe, ashtë arabisht, ama kuptimin shka e ka, me bo me dije dika, me informu dika. Kurse në kuptimin terminologjik të shariatit islam do të thot thirrja informative e veçantë e muslimanëve për faljen e namazit. Me hyrje e kohës së saj.
Për shembull në binare, shka thirrni ezanin, po shka thirrni temgjidin. A e keni pa këtë njëherë? Thuë, o musliman, për ja bëjmë me dije që i sot, apo për Ahmet Feridi, gjali i Abdullahit e kujdi shka. E tash, për shemë, një ditë kina mu për Ahmet, a për s'ka ati e s'ta kërullat. Se ina dy Ferida, kishtë të thonë Feridi veç, ma më shkemi, ina dy Feridi qitër këtu, thash të dalloj. Nuk ka janë të dalloj, të i qitër Ferida. E tash, që kjo, a është edhe thirrje edhe kjo, po kjo është thirrje, ama nuk ka thirrje për namaz. Ama, kur e thirrna ezanin, ja kena ba me dije njerëzve që hajni se ina të muhazën për namaz. Kush ka abdes, mund të ardhë, shpejt mund bashka gjitë me neve, me falë namazën. Që ka të thot ezanin. Ezani, përveç asaj që tregon hyrjen e kohëve të namazit, ai në vete përmban edhe elementet e besimit në njëshmërinë e Allahu Gjeleshanu. Pse do thot ti me ezan atë shka thu Allahu Ekber, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ja ban me dije njerëzve i thu që Allahi është më i madhi, Allahi është më i madhi. Unë po e dëshmoj juve që Allahi është një, po e dëshmoj juve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajdeni në shpëtim, hajdeni në namaz. Zoti është i madh, Zoti është i madh, s'ka zot tjetër përveç Allahut. Edhe çështo, do thot e bojna tauhid Allahu dhul jalal, e madhrojna Allahu dhul jalal nëpërmjet ezanit. Për atë arsye pra, çka është sunnet kur thirr ezani me nguti edhe me përsërit që tha Allahu çka ai i ka thonë muezini, edhe mase me marrë fond, mase me bo edhe doa, inshallah Allahu dhul jalal ne pranon doajn. E sidomos me bo doa mas ezanit është pi kohnave kur Allahu dhul jalal e pranon doajn. Do thot është vakti që Allahu dhul jalal e pranon. Për ata sy e ka një doa shka e keni pa mas ezanit që kanë Allahumma rabba hadi da'wati tamma wa salatul qaimati Muhammedin al-wasilata wal fadilata wa darsul rafi'a wa ba'thu maqam Mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad. Do thot e kalon këtë doa special pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas ezanit. Kjo është thirrje në lartësimin e Allahut dhe në namaz, nga se me anë të ezanit argumentohet njësia e Allahut dhe mohohet politeizmi. Dhe me ezan ke thonë që Allahu është një, edhe e refuzon dhe thot shirkin edhe politeizmin. Me ezan pjesë na për shumë zotë. Po ashtu në mbretësinë e ezanit vërtetohet edhe pejgamberdloku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe dëshmia e dërkesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qoftë me të gjatë ditëve e gjykimit i kanë muezinët. Do thot qafat, mat gata qafa, kur dalin përpara Allahu dhul jalal kush pas ka pas muezinët. Po edhe në këtë dunjë një pishenjave të bukurive të grave shka është me pas qafën e gatë. E ke po që shkinon qafë gaztare. Po pse qafë gaztare? Dhe me ke që e ka qafën. Nuk e ka qafën e shkur. Se me pas qafën e shkur, dhe shta nuk ka bukuri. Ama bukuri ka gruja kur e ka qafën e gatë. E përpara Allahu dhul jalal, kush pas kanë me pas bukuri? Pas kanë me pas muezinat. Me shka pas kanë mudalu? Pas kanë mudalu që i qafën, pas kanë me pas pak madgat, piqire. Edhe pi hajvanatve, a i keni po, kush livdohet mas shumë ti për qafën e gatë? Zhirafë, edhe është hajvan i heshë. Për shka, se me piqire e ka bukurirën të qafa. Edhe muezinat e kanë bukurirën ditë kur dalin përpara Allahu dhul jalal të qafa e të në, inshallah Allahu dhul jalal na i zgat qafët. E për me ta zgat qafën, dush me mësu ezanin. Dush me ardha që të muezini ka të njerë, me thonë, hoxha, ban me unë e ta thirë ezanin. E disa gjepë ti, për shumë ti e ke morë mikrofonin për donë me thirën, a i diqysh ta ban me si që ta thirën ezan.
Hajde me thirë apo këta. Për shka me adhanën dikujna mundësin që jenë atina me ju zgatë qafa, jo veç tije, që dikush që ta merë mëzin, jo s'ka drejt me morë mikrofonin kërkosh, veç unë e ka me thirë, ka dalë beqar. Ka dalë se e kalon për Ameri a.s. këta, që dikush me ju zgatë qafa. A për i ma për medal, ashtë pak ma problem. Ama për mëzin, do të vetë më ka njëri gjynelli. A i thojnë gjynelli, apo të vullnetar, e pëtën për me thirë e zonën. Edhe tash për shumë qaj që ka e merë mikrofonin në ati, do të më këshirë, mos më ka qef të një kush helbete, me zgatë qafën ajo. Ajo që unë e të athire dhe kur kushitë. Ja, pa do të më adhanë në rasti se cilin. Ama ndrysh janë për shemull objektet të cilat janë për shemull thojna shka i kontrolon për shemull një dënjo. Nuk mundesh për shemull me shkuti të xhamia e pejgamberit më thonë pethile zonën. Thojnë hajde me bajbisht. Për këtë puna që të kosha për të. Ose me shkuat për shemull në qabe, mi thonë pethile zonën. Jo, po se cilit të xhamia e veti. Për shemull ti e të mahalla jote, i thuhet të thire zonën. Ai që jetë të mahalla vetë, thot të thire zonën. Ti e të shpia jote. Kush të nalë ti të shpia jote, me thire zonën. Thire zonën, zgate pak qafë. Kër daqë për pa Allah të gjilat, me u dalu e dhe thot me këtë segment. Në dispozitat e zonit dhe i kametit është sunet i fort. Dhe thot me thirë e zonin edhe me thirë i kametit shka koha? Sunet muekkede. Sunet shumë i fort. Folim të thot në fillim farzi, suneti, mase falim harami, po mase me mubahi, këtë gjona i kena folim në fillim, dhe thot të hukmi apo të gjykimi i shariatit islam e zanë me thirë koka sunë në muekkede. Çka të me thonë kjo? Po duhen e mu falë. Po falë ti hiq, edhe pa e zanë edhe pa i kamet. Namazin e pas këta manë. Ama për me bojnë i kamet, para se me dash mu folë, koka sunë në muekkede. Dhe thëtë nëse dënë me praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, banë e prej kametit, masë e hinë falë namazin. Po nëse jetu gotë, shumë jetu gotë, falë pa i kamet, falë pa e zanë, inshallah Allah e veç të manë kabul namazin. Për shka? Se thamë na namazi ndahet farz, në sunnet edhe dhe thëtë nafile, namaz. Ashtu që dispozita e ezanit edhe i kametit, si pas me zhebit hanefi, koka qka? Sunnet muekkede, sunnet i fort. Për meshkujt e jo edhe për femrat. Dhe thot, a keni po të një mësit femër? S'ka. Ka Amerika i kanë qitë ki poshtë në internet, a përton, grujet e thire zonit, a përton, thasë, ose grujet e fa namazet, imam. A më ka të qëfar sene, dhe të qëfar sekte në dunjo, ama nuk ashtë si pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kemi qatë. Se sot interneti a bo shumë dimenzional. Për ata sfirë, pra, gjdo sen nuk mirët për internetin. Po ka qitape, ka gjëllar, ka njerëzit të cilët kanë studiu, kanë mësu për atë punë, veti të thotë, feselu e dhikri, in kuntum la ta'lamun. Veti pra njerëzit që kanë ditëni për qatë punë që nuk e dinë. Dhe për namazet farz, e jo për nafile, dhe thotë e zoni po thirë ka veç për namazet farz. Sukur shka sabahi, sukur shka dreka, sukur shka ikindia, sukur shka kshkomi, sukur shka jacija. Dhe thëtë, për që të farzët tira, ama jo për sësirën vakt, për sësirën sen, po veç për farzët Allahu dhul gjellal. Ezani dhe ikameti thiren pasi të hy koha e namazit. Dhe thëtë, nuk mund është me thirë të ezanin e sabahit pa hi sabahin, po kur dush me thirë kur t'hin koha. E koha kur hin, ka takvim. Dhe thëtë, djetarët e kanë shpik takvimin, edhe i kanë mënu kohët ati, se kur ashtë vakti i drejkës, kur ashtë vakti i jacijës për shemull, po le që i ka takvim, këshirë, e të po, programa kanë po, të qëfar aplikacioni, dhe thëtë i kanë shpikët, për shka, për me tregu që ka hije vakti për me falë namazin. 5 kohët e namazit, dita e gjumon,
pavarësisht se është fjala për namaz eda apo kaza, vetëm apo me xhamat. Desh u falë vetë, desh u falë me xhamat, do thotë po desh ka me thirr ezanin edhe me bën ikametin. Në udhtim apo në shtëpi, do thotë desh je në udhtim, desh je të shtëpia, do thotë duhet me thirr ezanin edhe me bën ikametin. Ko ka sunë muakkede shumë. Këtë e vërteton hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thuhet kur të vi koha e namazit, thirrni ezanin dhe bëni ikametin, kurse më i madhi nga ju le të bëhet imam. Çka po thot? Thirrni ezanin edhe ikametin, ama për namaz kush më dal? Në këtë hadithin këtu është transmetue ma i madhi për juve. A ka hadithe tjera shka thojnë ekreukum, shka të thonë që shka ditë mas myti për juve me lezu Kur'an. Se na tash për shembull e kanë bo me dekret. Ta ka thonë bashkësia islame me dekretin edhe ti do shkupon imam këtu. Ama me konë që nuk ka dekret, po i na mledh na muslimat këtë, atëherë le da thirë zonë kush ka qenë. Ama për me dalë imam, kush? Ja, që ki ma plak është, dilti imam. Ose që ki hafëz është, dilë Kur'an me lezu ma shumë, ki dilë imam. Ashtu që për punë imamit, do të me dalë ma plaki, ose do të me dalë që a shka dilë me lezu Kur'an ma smiti. Kushtet e ezanit. Kushtet e ezanit dhe ikametit janë, që të jetë ezani i vleshëm, kushtohet që të thirret pasi të hyjë koha e namazit, që ka kushti i parë. Dhe thot me hyjë koha e namazit, atëherë ezani ka i vlesh. Po nëse s'ka hyjë koha e namazit, ti thirr ezanin, ama nuk është ezan për namaz, po është ezan veç për me ushtru ezanin ti. Sepse jashtë kohës është i pavlefshëm. E kemi qartë, dhe thot nëse nuk ka vakti namazit, me thirrti ezanin, dhe thot ka i pavlefshëm. Sikur për shembull, thuhet duhet ta fali sabahin çutaj. Sa vakti sabahit, ka përci, ose nuk mundesh me falti para vaktit, para se marrën vakti sabahit. Nëse ezani thirret para hyrjes së kohës me preashtim të namazit të sabahut, atëherë duhet përsëritur, do thotë duhet me përsërit. Kurse në namazin e sabahut lejohet më herët për shkak të zgjimit të njerëzve nga xhumi. Dhe me ke ezanin e sabahit po bajka me thirrën edhe para se me hi sabahit. Për shkak që përmiqu njerëzit për xhumit për marrë xhami. Ani pse s'ka hi alo vakti. Edhe na për disa shtete na për disa shtete dhe thot thirrën dy ezana të sabahit. Një është për muqu pi xhumit, një është për me falë sabahit. E kanë mnu termin, për shembull, gjysati me thirr përpara ose 15 dakika me thirr përpara, për shkak që për muqu njerëzit, për me marr abdes e për marrë në xhami, e masën e thirr ezanin për me falë namazin. Ose për shembull e bojnë me thirr veç një ezan. Mas për shembull që ka minutave falet sabahit. A kemi qartë. Pse e ka thirr ba përpara? E ka thirr sebepi se për më bë hazër njerëzit, për më qurë, se zakonisht natën flen njerëzit. Edhe në shumicën e rasteve, atëherë dhe thot, çka ju thirret ezani për mi qupi xhumit. Që faljet e ezanit të jenë të radhitura. Nuk mundesh për shembull ti me thonë hayya ala salah, Allahu ekber, ashhadu anna Muhammed Rasulullah, ja po me ran, Allahu ekber, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammed Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah. Dhe thot këtë janë me ran fjalë që është janë. Sipas ja e shloj bo, qaq, ko ka të majtë Ramazan edhe ki. Po, e ka shlu batari, e ka shlu. Po thot bol ke folë, po veç edhe pak edhe e kryna. Ezani duhet të këndohet në gjuhën arabe.
A i kemi qartë, arabisht do thotë, do të më kënu se njerë në Turkije ka të në qitë e zonin shka turqe. A e majnë men këtë vakta jo, se majnë men në kohën e Kemalit akon kjo. Ama e qumë pak, e pa që s'ka kur qo, e këtina pet me të maqmën. Pse e zoni o vlezën do të më konë arabisht, se e zoni nuk ashtë arabisht. Po ashtë internacional. Dhe shëngoj shqiptari, dhe shëngoj turki, dhe shëngoj amerikani, e di se për shka është për thirrje. Kjo është thirrje internacionale, nuk është thirrje arabe. Po do të më konë me fjalë të arabisht që për me kuptu të gjithë. Dhe thot është sukur kodi, ose sukur qelsi. Dhe thot, që ki qelsve që qelsi ta? Dhe thot, i ki qelsa qerë, po si ka dhamt njësoj. Ki koda plët, ama që ki koda është për që sen, a kemi qartë. Edhe e zoni, pra koga njësoj, sukur ato dhamë të qelsit. Personi që e thret e zoni quhet muezin, dhe thot shka e thirë e zonin, ashtë muezin, dhe duhet të jetë mashkull musliman i menqër, i devotshëm të njohë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto i devotshëm e të njohë sunetin e pejgamberit janë shtesë, ama ma kryesore më konë musliman, më konë mashkull, edhe më konë shka i menqëm, se përpi se du të me falë namazit, në thamë, kushtet namazit janë më konë musliman, më konë i menqëm, edhe më konë i mashritur. Ama për këtu, për të zoni, nuk ashtë kusht, më konë bylik. Mundet edhe ki fëmija i vogël me thirë e zonin. Edhe ka qef ka të njerë da një fëmi me thirë e zonin, edhe ka zanë e mirë, hajde më rëthire apo këta, s'prish puna për ta. Të ketë zë të tërheqëm, të jetë i rregullt dhe i përpikt në thirrjen e ezanit dhe mirë është të jetë vendas. Kurse ezani i fëmijëve së pa pjekur në aspektin psikik nuk vlen. Do thot, nëse fëmija është i vogël i ka për shembull 4 vjet. Hala sa pjek ai. Veç 2 thirrje ezana mos nuk është hala i pjek. Atëherë nuk zihet kjo ezan. Ama ezani i fëmijës shka shkon në shkollë, din, sen, atëra është tamam. Por duhet që ky ezan të përsërit. Nëse për shembull një fëmijë i vogël apo këtë e thirr ezanin, do të më thirr mëse edhe danikush shka është i pjekt ose shka është i rreth. Gjithashtu e njëjta dispozit e përfshin edhe ezanin e të shmendurit. Nëse për shembull e kena danit vakt këtu, edhe vjen e merr mikrofonin, thirr ezanin, e dini këtë malla se e ka thirr për shembull i vakti. Apo këto. Atëherë shka nuk zihet ai si ezan, po do të më ardh me thirr danikush i cili është tamam. Çto pra janë dispozitat e ezanit, Allahu dhul xhelal ju shpërblet të gjithëve, inshallah vazhdojna përsëri nesër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.